Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërinj, një ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV, për të komentuar bashkarisht edhe për të ndarë ngjarjet më të fundit. Stenaldo vendosi që ditën e sotme të rrezikojnë qëndrimin në shtëpinë e Big Brotherit, vendosi që të hapën derën kryesore. Tani në fakt, për mendimin tim, Stenaldo nuk rrezikonte qëndrimin në shtëpinë e Big Brotherit, se derën kryesore e hapi dhe Rogerti, në qoftë se produksioni do t'ishte i drejtë, por në qoftë se Stenaldo do të hapte derën e Big Brotherit, derën e kuqe, derën e Vodafonit të shtëpisë, me patjetër që do të kishte një ndëshkim. Tani, në atë moment, tek dera e kuqe, ishte Stenaldo, ishte Mali dhe ishte Edisa, do të thënë nuk kishte asnjë banor tjetër brenda shtëpisë së Big Brotherit. Ndërsa, për ta ditur banorët e tjerë nuk kishin se si ta dinin. E gjitha kjo gjëja ka ndodhur, do të thënë, ditën e sotme në orët e para të drekës, le ta themi kështu. Ndërsa banori i cili e dinte këtë të vërtetën ishte vetëm Miri që ja përdori si gjë Stenaldos. Tani dhe automatikisht normal në mendja do të na shkon tek produksioni që në dhomën e rrëfimit, do të thënë produksioni Miri t'i jep informacion. I gjithë publiku shqiptar është ngritur në këmbë se nga ku këto informacione Miri, nga ku i merr Miri gjitha këto detaje për të gjithë banorët. Unë nuk e di që Miri ka një shpirt të bekuar që i di të gjitha këto gjëra. Tani, a e hapi derën Stenaldo që në shtëpi të mbërije një zar fizi, sepse është lodhur me lojën që po bëhet, është lodhur me presionin që po i bëhet aty brenda Stenaldos, me mërzitjen që po i bëjnë banorët aty brenda, apo thjesht dëshironte që të provokon produksionin që a do të mbajë të njëjtin qëndrim kundërdrejt Stenaldos siç e mbajti qëndrimin ndaj Rogertit. Mua më shumti më duket Stenaldo një lojtar dhe një karakter që dihet të provokon. Mendoj që gjitha kjo ishte në një kuadër të një provokimi që Stenaldo dëshironte ta bënte. Nuk kam dashur të besoj që Miri është lojtari i produksionit. Këtë nuk kam dashur ta besoj, sepse kam menduar që produksioni i trajton të gjithë njësoj. Por nga fakti që Miri e dinte të gjithë këtë skenën, duke mos qenë prezent, por nuk ka dhe një moment ku Edisa ja ka treguar këtë ngjarje, ja ka thënë këtë ngjarje, unë automatikisht do me thënë dyshoj që produksioni i jep në dhomën e rrëfimit informacione Mirit dhe mund ta themi që mund ta ketë më të përkëdhelurin për ta fituar këtë lojën. Do me thënë, në vend ngjarje që Stenaldo ka dashur të hapën derën, por nuk e ka hap derën e kuqe, sepse dera e kuqe gjatë ditës qëndron me çelës, do me thënë nuk është hapur dera, ka qenë vetëm Edisa dhe Mali, ndërsa Miri këtë informacionin e ka marrur me një herë në moment. Unë në fakt do doja që Stenaldo të hapte këtë derën, të shikonim se si do të vepronte produksioni, a do ta falte siç e fali Rogertin që hyri e doli e bëri xhiro, apo thjesht do të sillte një zarftëzi brenda shtëpisë.